Ndërsa sot do të mundohemi të folim mbi sabrin përpara një mëkati që i mundsohet ta bëjë. Rast më eklatant për këtë e kemi rastin e Jusufit alayhi salam, i cili ishte i shitur rob, ishte i ri në Egjipt, ishte beqar, i bukur, dhe të gjitha mundësiat për të kryer një amoralitet i mundsoheshin këtij pejgamberi të dashur. Përballë vetes së tij e kishte gruan e padronit, e cila ishte e bukur, ishte post, dhe ajo ishte që e ftonte për të bërë amoralitet. Jusufi alayhi salam ishte përballë mëkatit dhe përballë përmbajtjes nga ky mëkat. E tha një fjalë të mrekullueshme: "Qale ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kërkoj mbrojtjen e Allahu xhelle shanuhu, nga se ai më dha një pozitë të lartë, më bëri musliman, më dha këtë bukuri dhe asesi unë nuk e shfrytëzoj këtë bukuri dhe vetminë time që të krij amoralitet, në veçanti me gruan e padronit tim. Do të them fjalë që ja vlejmë para çdo mëkati ta themi fjalën qale ma'adallah, o Zot më ruaj nga kjo sprovë. E shumë njerëz të nderuar besimtar, në momentin e parë që i mundsohet të bëjë një mëkat, pa një e di e vepron mëkatin, duke haruar se ka një krijues që këtë mëkat dhe këtë vepër të shëmtuar ja ka ndaluar besimtarit. Zoti i madhruar në Kur'anin famëlar thotë: "Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banina wal-qanatiri al-munqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harth. Dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." E që në përkthim do të thotë njerëzve u është zbukuruar kënaqësia apo dashuria ndaj të këndshmeve, ndaj grave, ndaj fëmijëve, ndaj pasurisë së grumulluar nga ari dhe argjenti, ndaj bagative, wal an'ami wal harth, dhe ndaj të mbjellave. Dhalika mata'u al-hayati ad-dunya, to janë mirësi të përkohshme të kësaj dunjaje. Wallahu indahu husnul ma'ab, me të vërtet tek Allahu xhelle shanuhu është kthimi dhe përfundimi më i mirë. Besimtari kur i ka parasysh këto fjalë të nderuar vëllezër, me imanin në Zotin xhelle shanuhu largohet nga mëkati, ashtu siç u largua ky pejgamberi i dashur, pra Jusufi alayhi salatu wassalam. Gjithashtu